policia franceze është alarmuar dhe ka ndërhyrë me urgjencë pas një denoncimi tronditës se brenda ambienteve të Disneyland Paris po zhvillohej një ceremoni martesore në të cilën nusja dyshohej të ishte një vajzë e mitur, vetëm rreth 9 vjeç. Ngjarja u raportua të kishte ndodhur në orët e para të mëngjesit të së shtunës, përpara hapjes së parkut për publikun, në një mjedis që zakonisht përcillet me tinguj gëzimi, lodra, personazhe vizatimore dhe fëmijë të buzëqeshur, por që këtë herë u kthye në skenën e një misteri të dyshim dhe të dyfisht. Sipas burimeve të The Guardian, parku tematik ishte marrë me qira për një ngjarje të prezantuar si një dasmë private. Fillimisht, gjithçka u shfaq si një ceremoni e zakonshme. Kishte muzikë, zbukurime, kameraman, të ftuar të veshur me rroba zyrtare dhe një ambient i transformuar për t'iu përshtatur një dasme ëndrash. Por dyshimet nisën të lindin në momentin që punonjësit e parkut vunë re se nusja ishte një vajzë shumë e vogël, që s'dukej më shumë se 9 vjeç në ato çaste. Stafi i Disneyland Paris dhe personeli i sigurisë u gjendën përballë një situate alarmante. Ata njoftuan menjëherë autoritetet, të cilat mbërritën me shpejtësi në vend ngjarje për të ndërprerë ceremoninë dhe për të hetuar më tej mbi rrethanat. Ishte e paqartë nëse bëhej fjalë për një martesë reale, një shfaqje apo një akt me motive më të errëta. Ky reagim i menjëhershëm i stafit tregon për seriozitetin dhe ndjeshmërinë që kërkojnë situatat kur përfshihen fëmijët në ngjarje të pazakonta dhe të dyshimta. Pas hetimeve të para, zyra e prokurorisë së Meauds publikoi një deklaratë ku sqaronte se ngjarja nuk kishte qenë një dasmë e mirëfillt, por një inskenim që kishte për qëllim xhirimin e një materiali filmik, ndoshta për qëllime promovimi apo artistike. Sipas zëvendës prokurorit, të gjithë pjesëmarrësit ishin aktorë të angazhuar enkas për këtë ngjarje dhe vajza e vogël nuk kishte qenë viktimë e ndonjë akti dhune apo detyrimi. Përkundër kësaj deklarate, ngjarja ngriti shumë pikpyetje, jo vetëm për shkak të përfshirjes së një të miture në një rol që simbolikisht është shumë i ngarkuar për moshën e saj, por edhe për mënyrën e organizimit, shpenzimet dhe justifikimet pas një akti të tillë. Ishte e vështirë të besojë se një ngjarje e tillë, me mbi 100 persona të përfshirë si figurantë, mund të organizohej në fshehtësi të plotë dhe me qëllime krejtësisht të pafajshme. Policia arrestoi 4 persona në lidhje me organizimin e kësaj ceremonie. 2 prej tyre mbeten nën hetim të dielën për akuza që lidhen me mashtrim dhe pastrim parash. Dhëndri i inskenuar, një i ri 22 vjeçar që besohet të jetë shtetas britanik, u identifikua si organizatori kryesor i kësaj ngjarjeje. Një grua 24 vjeçare nga Letonia gjithashtu u ndalua për t'u marrë në pyetje. Vajza e mitur, që rezultoi të ishte nga Ukraina, ndodhej në prani të nënës së saj gjatë ngjarjes. Nëna, 41 vjeç, si dhe një burr tjetër 55 vjeçar nga Letonia, u morën në pyetje dhe më pas u lanë të lirë. Ende nuk është bërë e qartë se çfarë qëllimi mund të kishte një ngjarje e tillë. Përse dikush do të inskenonte një dasmë me një fëmijë si nuse? Ishte vërtet vetëm për një film? Apo kishte motive të tjera të fshehta? Gazeta franceze Le Parisien raportoi se figurantët ishin sjellë në park me autobus dhe shumë prej tyre nuk ishin në dijen të detajeve të ngjarjes. Njëra prej tyre, e cila mendonte se ishte pjesë e një dasme reale, i tha Radios France Inter se gjithçka iu duke çuditshme kur pa një fëmijë me fustan të bardhë që po mbahej në krah nga një grua. Pash panikun e njerëzve të Disneyt, tregoi ajo. Në fillim nuk e kuptova, por pastaj, kur pash vajzën e vogël të veshur si nuse, më pushtoi një ndjenjë e ftohtë. Ishte shumë e vogël. Njerëzit rreth saj po përpiqeshin të ruanin qetësinë, por në fytyrat e tyre lexohej tensioni. Disneyland Paris reagoi shpejt duke ndaluar aktivitetin dhe duke paraqitur një kallëzim ligjor në emër të vet. Një ngjarje private e rezervuar në destinacionin ton u anulua menjëherë nga stafi ynë pasi u identifikuan parregullsi, u shpreh një zëdhënës i parkut. Ai konfirmoi gjithashtu se kompania po bashkëpunon ngushtë me autoritetet për të zbardhur të gjithë të vërtetën. Disneyland Paris, i njohur si parku tematik më i madh dhe më i vizituar në Europë,
ofron mundësi për të organizuar ngjarje private luksoze, përfshirë dasma, me elemente përrallore dhe sfondin e famshëm të kështjellës së bukuroshes së fjetur. Por rasti i fundit ka vënë në pikpyetje standardet e kontrollit dhe transparencës së rezervimeve të tilla. Ndërkohë, rrjetet sociale dhe media ndërkombëtare janë mbushur me reagime të forta për këtë ngjarje të pazakontë. Disa komentues shprehen indinjat për përfshirjen e një të miture në një skenë të tillë, pavarësisht se ngjarja doli të ishte e inskenuar. Çfarë mesazhi i jepet fëmijëve kur ato vishen si nuse në një skenë që imiton një martesë me të rritur? Pse nuk u zgjodh një aktore e moshës madhore për të interpretuar rolin? Pyet një përdorues në Twitter. Të tjerë sugjeruan se ngjarja mund të ketë qenë pjesë e një projekti eksperimental apo performance artistike ekstreme, por kjo mbetet në fushën e spekulimeve. Ajo që është e sigurt është se organizatorët do të përballen me pasoja të mundshme ligjore, nëse konfirmohet që kanë paraqitur informacione të rreme për të rezervuar ambientet e parkut dhe për të maskuar qëllimin e vërtetë të aktivitetit. Për momentin, autoritetet franceze vazhdojnë hetimet duke analizuar materialet filmike të ngjarjes, marrëveshjet kontraktuale për marrjen me qira të parkut, si dhe prapavijen financiare të organizatorëve. Hetimet synojnë të zbulojnë nëse pas kësaj ngjarjeje qëndron një rrjet i organizuar për aktivitete të dyshimta, apo nëse ishte thjesht një inskenim i pakuptueshëm artistik që kaloi kufit e pranueshmërisë morale dhe ligjore. Çfarëdo që të dalë nga hetimet, kjo ngjarje mbetet një kujtesë e fortë se edhe në vendet më të gëzueshme dhe më të mbrojtura, siç është Disneyland, mund të ndodhin skena që tronditin opinionin publik dhe ngrenë pikpyetje të thella mbi etikën, moralin dhe mbrojtjen e fëmijëve në shoqërinë moderne.